Shikues të nderuar, përshëndes, do të jemi së bashku me lajmet. Më njëherë do të shkojmë një deklaratë nga Spaku, është avokati Franci Nuri, ndjekë. Ish kryetaren e Komisionit Hetimor të sterilizimit dhe check-upit për shpifje, për akuza, për fyerje dhe kërkonim dënimin e saj me gjob. Shkalla e parë e shpallit pafajshme deputetin Albana Vokshi, po ashtu edhe apeli. Ajo që është veçoria e këtij vendimi është sepse pati një riçelje të hetimi gjyqësor, nga pikpamja ligjore ju e kuptoni mjaft mirë, që do të thotë se u bën gjyqi nga fillimi, u morën prova nga gjykata dhe u kërkuan prova nga palët nga kuvendi, transkriptimet e gjitha seancave audio, video të po themi seancave në Komisionin Hetimor në kuvend, pra pati një gjykim në themel të gjithë çështjes dhe pretendimeve të palëve. Ju e keni ndjekur dhe seancat, janë zhvilluar mbi 10 seanca për këtë proces në apel. Ka qenë e pranishme vetë zonja Nushi, vetë zoti Fani, i cili ishte edhe sot. Gjykata e apelit nuk i dha të drejtë ankuesve dhe po ashtu dhe prokurori i Spakut, zoti Gokaj, mbajti tjetër qendrim që mbajti në shkallë të parë, duke kërkuar pafajësim për deputeten Albana Vokshi. Ky është një vendim i rëndësishëm, sepse kjo është një çështje që ka të bëjë jo vetëm me një rast individual të dy palëve, ka të bëjë me në vetvete me debatin publik për këto dy koncesione, dhe në gjykim po ashtu paraqiten element që çështja vazhdon dhe është në hetim nga Spaku. Prandaj është një element shumë i rëndësishëm që duhet theksuar dhe duhet nënvizuar. Mund të shërbejë edhe Spaku si vendimare? Patjetër që mund të shërbejë edhe Spaku si vendimare, por gjithashtu edhe prova që çështja është në hetim dhe është kallëzuar nga zonja Vokshin që në krye të herës, tregonte që nuk ishte konflikt personal, por ishte një konflikt për themi për interesin publik, për çështje themelore që kanë të bëjnë me financat e shtetit, me paratë e taksapaguesve dhe mënyrën se si janë menaxhuar ato nga qeveria e Edi Ramës. Faleminderit juve. As pak sa i përket një gjyqje që kishte deputetja Albana Vokshi, ndërkohë do të ecim me tjera